populli të marri në dorë fatin e vet, thon populistët. Nuk e merr dot fatin e vet. Merr dot. Unë mendoj që Partia Demokratike në mënyrë indirekte i ka bojkotuar këto zgjedhje lokale. Fakti është dhe thelbi është që nuk ka kandidat. Nuk ka ndonjë kryeqytet të rëndësishëm, Rom, Berlin, Paris, që partia opozitës të thotë të dali një kandidat nga shoqëria civile. Pra ne kemi arritur në atë pikë që te politika konsiderojmë gjën e keqe, gjën e pandershme, korruptuar, kurse te populli të ndershmin, të moralshmin, edhe gjën e duhur. Dhe ky është populizmi. Çfarë është populizmi? Nga vetë fjala, populli në politikë, por si mund ta depolitizosh një garë politike? Është kontradiksion dhe kjo. Pra, opozita e gjitha ka pranuar që ne nuk prodhojmë dot një kandidat nga radhët tona, atëherë për çfarë na duhen partitë politike? Pra, populli të marri në dorë fatin e vet, thon populistët. Nuk e merr dot fatin e vet. Nuk e merr dot se është utopi.